Sali Berisha ka mbërritur këtë të hënë në SPAK për masën detyrim paraqitje. Para se t'i drejtohej prokurorisë së posaçme, Sali Berisha ka takuar simpatizantët që e prisnin teksa zbriti nga makina. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha lexoi mesazhin që la në SPAK, ku akuzon prokurorin Altin Dumani për mbrojtjen e krimit zgjedhor. Berisha e cilësoi atë si të përfshirë mercenar të Partisë së Shtetit, duke deklaruar se amnistimi i krimeve zgjedhore është pjesë e funksionimit të një narkoshteti. Ai theksoi se drejtësia mund të vonojë, por nuk harron, dhe kërkoi që denoncimi i tij të mbetet i arkivuar si dëshmi kundër asaj që e quan kapje të drejtësisë. Kapit dhe avokatit të Irenës me 5 emra. Njeriu që amnistoi krimin zgjedhor si mercenar i Partisë Shtet, i rikujtoj se drejtësia vonon, por nuk harron. Kush e don këtë, ta ketë në arkiven e vetë të denoncimit të një delinkuenti të narkoshtetit shqiptar.